Në fakt, lajmërimi u dha në mars. Edhe u lexova te Gazeta Sporti Popullor, që ishim akoma me abonima e Blenim diçka këtë se më mund. Në mars 94-s lexova në gazetë që ishte hapur një konkurs dhe të gjithë ata që donin të merrnin pjesë. Dhe në mars 94-s pash njoftimin në atë gazetë që thoshte që duhet të merrni pjesë si më thon, të mërkurën në orën 1 tek Radio Televizioni Shqiptar do bëhet konkursi parazgjedhor. I seleksionimit. I seleksionimit, jo të dhe duhet të keni një mjet identifikimi. Tani unë isha në shtëpi, ora 12, prindrit në punë, Vjola në shkollë dhe futem në përsëritarët e shtëpisë, gjej një certifikat familjare dhe lë gazetën në shtëpi. Nuk e marr me vete gazetën, dhe lë gazetën te faqja e konkursit. Atje fillon sistemi para kualifikimit nga ora 1 dhe mbaron nga ora 5-6 mazditë, se mund të ishte mitingu një 150 veta, futeshim 5-5 në konkurim. Mbarova. Edhe vrija aty unë dhe e plotësova nga 10 pyetje gjeta 9. Njëherë nuk e gjeta. Ndërkohë nuk mendoja për shkak që ata shtëpisë mund të ishin bë merak. Në nata ora 6. Dhe baba dhe mami kishin ardhur, mama kishin ardhur në shtëpi, kishin pa gazetën, kishin pa njoftimin dhe u kishin shkuar mine që Ky do jetë aty. Ky do jetë aty dhe shkova aty dhe u kualifikuam dhe të dy.